Donald Trump ka vendosur një armatë të fuqishme shkatëruesish, anijesh sonare dhe mina kërkuesish, pasi u zotua të bllokojë ngushticën e Hormuzit. Ushtria amerikane ka filluar të marrë kontrollin e korridorit jetësor të transportit detar, ndërsa Irani refuzon të hapë rrugën ujore dhe të pranojë një marrëveshje paqeje. Trump i zemëruar është zotuar të ndalojë çdo anije që përpiqet të hyjë ose të dalë nga ngushtica, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës botërore. Nëse ka sukses, një bllokadë e tillë mund të sjellë një katastrofë për Republikën Islamike, duke ndërprerë eksportet e saj të naftës dhe gazit dhe duke dëmtuar kështu ekonominë e saj. Komanda Qendrore Amerikane konfirmoi se bllokada do të ndikojë në trafikun detar që hyn dhe del nga portet iraniane, ndërsa ajo mbyll gjirin e Omanit dhe detin arabik, pasi bisedimet gjatë fundjavës nuk arritën ndonjë përparim. Tani, 3 mina pastruese të armatosura lehtë, të pajisura me sensor të veçantë, po pastrojnë kalimin për cisternat e naftës për të rifilluar trafikun.